Do dalin nga burgu Erion Veliej? Do dalin nga burgu Ilir Beqaj? Do dalin nga burgu Ilir Meta? Do dalin nga burgu? Të gjithë. Do dalin nga burgu? Sigurisht. Si dalin, pra, ma shpjego pak, qa bën ky vendimi që dalin, shkutim. Ky sa dushi djeu bë kryetari i gjykatës? Dhe vetëm, po ka qenë kryetari KE des më vjet. Po përse nuk u shqetësuar për drejtat e njeriut përpara? Më vose sa kur? Ja, bravo, ti do ecësh. Më dëgjoj tani. Unë do ecim ti je i bindur ti po. Mirë ec, po çoj mua një tani. Më dëgjoj. Si bëhet ti? Ligji penal ka fuqi pra përvepruese, pozitiviste. Në gjithë botën është kështu, nuk e shpikëm ne. Përfiton dhe i dënuari që është aktualisht në burg. Po sigurisht, përfiton ai i dënuari që është në burg. Për atë bëhet, që ai të përfitojë, nuk bëhet dhe një tjetër. Kodi penal dhe kodi procedurës penale bëhet për të dënuarin, nuk bëhet për ofiçarin. Nuk bëhet për t'i thënë ofiçarit, për t'ia lehtësuar punën prokurorit apo gjyqtarit. Bëhet për t'i lehtësuar penalitetin atij që ka bërë një fajmër. Sepse kodi penal në vetvete ka frymën pozitiviste mishëruse, nuk është kodi penal dru, vra. Për ta mbrojtur, për ta mbrojtur jetën sociale. Po, fiks. Dhe prandaj ka dhe trajta riedukimi. Në rastin konkret ti do ta bësh, do ta nxjerrin ky vendimi unifikues shumë shpejt dhe këta avokatët me të drejtë të zotit Veliej, të zotit Ilir Beqaj, të zonjës Belinda Ballu dhe të gjithë këtyre zotrinjve të tjerë që sot janë në shputën e spagut, do shkojnë dhe do bëjnë kërkesë në gjykatë. Referuar vendimit unifikues datë kaq, neve nuk mund të rrim më në këtë mas sigurimi personal. Po si pra, këtë dua, si arsyetuar, ka arsyetuar gjykata, thot. Nuk është i rrezikshëm, nuk është. Po nuk ka lidhje më, të thot këtu, vendimi thot kështu. Ti tani si subjekti i asaj vepre penale, si subjekti i saj, në bazë të këtij vendimi unifikues ti përfiton. Dhe unë po të them që në qershor këta do dalin të gjithë. Automatikisht. Po do dalin, ata do hetohen, do shkojnë në gjykatë, por nuk do jenë në burg. Pra, të gjithë do shkojnë do bëjnë pushime vëlla, do rreken diell. Prençi, dalin Prençi. Si mendon? Nart faleminderit. Shiko. Ta bëj për diskutim, unë kuptova shpjegimin tënd se pari në perceptimin juridik duhet kemi parasysh. Ose më saktë, do duhet të dalin këta. Të lutem. Në perceptimin juridik ne njëherë nuk kemi këtu që duam të fusim njerëzit në burg. Njeriu që ka udhëhequr një propagandë politike me program, ka qenë Edi Rama për të burgosur njerëzit për vepra penale të papërfillshme dhe të padëmshme për shoqërinë. Sepse dakord një person ka lidhur energjinë elektrike në mënyrë të paligjshme, nuk ke pse ta fusësh në burg, veja 5 fish ta paguaj, edhe hiqi dritat, ose masi ta paguaj 5 fish, lidhja dritat me sahat që mos të vjedhi ma energji elektrike. Të njëjtën gjë edhe për ujin. Ju kujtohet ju kur sapo ishte komunikuar akuza Belinda Ballukut, ajo zbriti në Vlorë, takoi punojësit e OSHE-s dhe të ujësjellësit të Vlorës dhe nga që e kishte dëgjuar në SPAK shprehjen grupi strukturuar kriminal, ju tha punojësve, ju keni vepruar mos si grupi strukturuar kriminal. Pra, është shumë e rëndësishme kjo për ta dëgjuar opinioni publik. Edhe ti Andi, që mos të shpërthesh si bombat në Iran, po të jesh më luajal në raport me ato që ka flet avokati. Sepse pas ka të drejtë zëvendës kryeministri ti thot punojësve, 500 punojësve, të ujësjellësit dhe të OSHE-s, grupi strukturuar kriminal, që zëvendës kryeministri dhe ministri energjisë dhe infrastrukturës nuk është prokuror të ngrej akuza, edhe ti thot punojësve jeni grupi strukturuar kriminal. Grupi strukturuar kriminal që ndoshta i ka shmangur 10.000 lekë dhe Belinda Balluku vetë që në një tender ka shmangur 50 milion euro, pra këtu s'pas ka grup kriminal, grupi strukturuar, këtu s'pas ka, këtu ke tuneli Llogaras, kurse tek lexuesit e sahatit dritave dhe të ujit në Vlorë pas ka grup strukturuar kriminal. Pra këtë analizë duhet ta bëjë në ekzekutivin shqiptar kryeministri i Shqipërisë. Arroganca dhe prepotenca e ministrave në raport me qytetarët e thjeshtë dhe punojësit e thjeshtë të administratës publike apo të administratës bashkisëve apo me ndërmarrjeve të ndryshme, pranohet kjo arrogancë, ndërsa një prokuror
apo 10 prokuror, apo 20 prokuror që kanë ngritur akuza për ministrat e qeverisë Rama, pasi kanë siguruar një sër provash dhe këto prova janë vlerësuar nga një gjykat kompetente në raport me vlerësimin, çmimin e provave, dhe i është komunikuar dhe akuza për këtë, bazuar në prova dhe të miratuar nga gjykata, thot, më lidhet një prokuror dhe një gjyqtar, thot edhe pezullon një ministre. Pra, a kemi një standard në një shtet demokratik si Shqipëria? Mos ka ardhur momenti për të vendosur standardin Prençi, se nga ç'po kuptoj standardi kërkohet një trajtësimi i standardeve për gjithë. Standardi nuk vendosur, nuk duhet vendosur vetëm kur ka hallin ministri. Standardi në konceptin juridik shteti është instrument që duhet t'i shërbej dvobektit, duhet t'i shërbej popullit. Se hajduti dhe kriminali i shërben vete, se para ka, makina ka, ministri i ka të gjitha, kryeministri i ka të gjitha. Ky instrumenti, ky shteti, ky gjykatësi, ky kryetari i gjykatës së lartë, duhet të ishte shqetësuar për mbi popullimin e burgjeve në Shqipëri në raport me keq ekzekutimin e vendimeve nga gjykata apo prokurorit etj. Dhe mos respektimin e lirive të drejtave dhe themelore të njeriut deri në një cakt të caktuar. Por kur ti e len të mushën burgjën, se nuk jemi në vitin e parë të qeverisjes, jemi në vitin e 13 të qeverisjes. Sa dushi është kryetar gjykatës, se mbaj mend unë kryetar gjykatës etj. Du ta kishte vlerësuar këtë për hallin e qytetarëve. Jo kur ka hall zëvendës kryeministri, hall pati dhe zëvendës kryeministri tjetër, nuk u shqetësua sa dushi. Te ky zëvendës kryeministri që kërkon kryeministri për ta mbrojtur, ngrihet sa dushi dhe kërkon për një vendim të unifikuar. Pra, a kemi kapje të gjyqësorit në nivelin më të lartë nga ekzekutivi? Kemi? Kemi dirigjim. Pra i thot kryeministri që na duhet patjetër pas fjalimit antipatik të kryetarit Komisionit Ligjeve Ulsimania, një avokat i poshtër i korrupsionit dhe shpërdorimit të fondeve publike, tani kryeministri i orienton edhe kryetarën e gjykatës së lartë të Shqipërisë për të rrjeshtuar në atë barikadën e mbrojtjes së korrupsionit dhe shpërdorimit të fondeve. Pse e bën këtë? Më gjedhe dhe një fjali, ka edhe kalo direkt. E bën sepse nuk ka nevojë që të ndryshojë kodin e procedurës dhe kodin penal, për të cilin do duhet kohë 3, 4, 5 muaj, 6 muaj derisa të miratohet. Por e bën vetëm me një vendim unifikues dhe e mbyll aty historinë. Është më lehtë kjo procedurë. Po e merr me shpejtësi. Merr direkt. Okej. Po besoj personat që mundohet kryeministri për t'i mbrojtur nuk do të përfitojnë nga e vendim. Ati ta bësh gjumin rehati se do përfitojnë gjithë ata. Jo. Por kur bëhet një akuzë mrapa, s'ka fuqi pa pruse. Okej, unë po të them domethënë që shiko, nuk mbarojnë akuzat për njerëzit e zhitur në batak. Sa po i dha indicje spaku çfarë duhet bëj. Më thënë të ruaj gjithmonë një kartë aty një akuzë. Shiko, për të zhiturit batak ka gjithmonë një akuzë shumë më të rëndë që nuk e mbron vendimi para rendës. Po mirë, po ti këta. Atëre, kjo është hilja që duhet ndjek spak me sa duket. Jo hilja. Strategjia për të përmbushur detyrimin ligjor bazuar në kushtetutë dhe ligjin për organet e reja drejtësisë. Sigurisht, burgu është një çështje e cilën ne kemi diskutuar dhe ndoshta jo çdo kush do të duha maskujt, por sigurisht ata që kanë shkel ligjin, nëse një ti mund të bëhet në gjendje të lirë dhe shkon në gjykatë dhe aty dënohet personi, le të dënohet. Unë jam shumë pro kësaj dhe sigurisht do doja të drejtohesh edhe audiencës se ne përpiqemi bëjmë diskutime, përmendim emra të mëdhenj të politikës, sigurisht përmendim se çfarë akuzash kanë dalë në publik nga dosja, nuk dim të tjerat që mund të jenë në proceset timore dhe se dali dhe gjithmonë duhet të mbajmë kujdes, do të kemi kujdes pra ta mbajmë parasysh që gjithë secili prezumohet i pafajshëm deri në momentin që do të shkojë të përballet me drejtsinë dhe të marrë një vendim të formës së prerë. Edhe kuvendin i cili dha një vendim për të mosdhënien e imunitetit, ashtu e vlerësuan 83 votat, ashtu e vlerësuan ata përfaqësues të qytetarëve shqiptarë, nuk e japin dhe nuk hapsin mban përgjegjësi, është detyrë e organeve të drejtësisë, siç është spaku e të tjerë, me radhë që të përmbushin, le të themi, dosje të plot, të faktuar me prova që të mund të marrin atë që ata kërkojnë duke mbrojtur interesin shtetëror. Nëse arrin ta bëjnë këtë, bravo i qoftë spakut. Nëse nuk arrin ta bëjnë, bravo i qoftë politikës që reziston, le të themi, këtij presioni hetimor. Kemi drejt të bëjmë një pyetje gazetarit Andi Bora?
Në perceptimin keni po të them. Në perceptimin tuaj, Po? qytetar dhe publik, ka korrupsion në qeverisjen e 13 vjeçare të Partisë Socialiste apo s'ka? Kjo është e provuar me disa aktorë të tjerë, por po të më përmbledhësh qeverisjen në 13 vite, ka një diskutim të gjatë premçi që unë do duhet t'i marrë me segmentet të caktuara. Segmentet të caktuara të qeverisjes kanë treguar që ka pasur korrupsion. Të nivelet të lartë, se këtu janë dënuar, po janë dënuar mbi 100 veto. Ka një problem pra sepse janë dënuar për shpërdorim detyre po akuzë korrupsionit. Jo, të lutem shumë edhe për korrupsion. Kemi edhe për korrupsion të dënuar. Po ka pasur segmente. Unë të bëra një pyetje për të gjithë zyrtarët e lartë të Partisë Socialiste, përfshi kryetarët e bashkive që janë mbi 19 e tjerë, ministra, zëvendës ministra, drejtorat përgjithshëm e tjerë. Partia Socialiste dhe Edi Rama ka thënë nuk ekziston korrupsioni, nuk ekziston shpërdorimi i detyrës, fillimisht kështu kanë luajtur. Në fund sot merë statistikën e SPAK-ut ka mbi 100 zyrtarë të lartë të dënuar me vendim të formës së prerë. Çka do të thotë që është provuar që ka ekzistuar korrupsioni dhe shpërdorimi i detyrës. Dhe unë ju si gazetar ju bëra pyetje, ju në perceptimin tuaj, a bindeni që kanë... Për mua çdo qeveri provon korrupsion. Kushdo që të vi, ti je i bindur për këtë sepse për sa kohë i jesh buxhet. Për sa kohë premçi është buxheti. Unë thash për këto që shiten të ndershëm se të tjerët kanë bërë korrupsion. Të vështirë kanë në raport me perceptimin tim. Një sinkron tjetër të cilin unë dua ta dëgjojmë është sinkroni Ramës, i cili flet për le të themi çfarë reagimi kanë pasur ndërkombëtarët në raportin e mosheqjen e imunitetit. Ta diskutojmë shkurtimisht me Shemsi Prençin dhe Leonard Karajin. Është e vërtetë që ne kemi pasur debat me disa nga partnerët tanë lidhur me qasjen ndaj kësaj çështje. Nuk është sekret. Dhe sikundër besoj e din shumica, por bëjnë sikur se din pakica. Unë në këtë detyrë përfaqësoj Shqipërinë, interesin e Shqipërisë dhe të gjithë shqiptarët, dhe një nga normat e pa diskutueshme të këtij përfaqësimi është që ti shikoj partnerët në sy, të më shikojnë në sy, në të njëjtën lartësi. As unë nuk më shkon mendja të shikoj njëri nga lart poshtë, po as nuk më shkon mendja të pranoj që të më shikoj njëri nga lart poshtë. Është shumë e thjeshtë. Mirë, ky është reagimi i kryeministrit Edi Ramës për sa i përket le të themi faktorit ndërkombëtar në raport të ndikimit që ata kanë në Shqipëri dhe se çfarë diskutimi kanë pasur për heqjen e imunitetit të Ballukut. Kemi pasur disa përplasje ta kryeministri Nart për këtë histori, ndërkohë që e vetmja ndoshta ambasada e cila reagoi publikisht ka qenë ambasada gjermane, e cila tha që për vendimin e sotëm të sejntes pra të parlamentit shqiptar për heqjen e imunitetit, ambasada gjermane në Tiranë deklaron Gjermania mbështet procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian në përputhje me dëshirën e shqiptarëve. Kushti domosdoshëm për të bërë progres në këtë proces të bazuar në merita është ndjekja penale me efektivitet e korrupsionit dhe në raste të rangut lartë. Pritshmëria jonë e qartë është që në këtë rast ndjekja penale përmes drejtësisë të realizohet shpejt dhe pa pengesa prej politikës shqiptare, vazhdon të kërkohet ende që ta garantoj këtë proces. Kemi pasur përplasje, tha kryeministri, por mbron interesin e shtetit shqiptar. Kështu e lexon kryeministri. S'ka ndonjë filozofi të madhe këtu. Qofse ka, ta thash pak më përpara që kryeministri është në një blokadë të madhe me Brukselin zyrtar prej kohësh. Dhe kjo vjen edhe për shkak të mënyrës karakteriale që ka Rama, një njeri që piruetat i ka bërë gjatë gjitha periudhave kohore në mënyrë të frikshme. Shkon bërë me vlla Erdoganin, pastaj kalon këtej nga motra Meloni, pastaj ikën nga një vlla tjetër në Francë, Macronin, pastaj bën të pamundur domethënë me Vlautinin, diplomaci në shërbim të shtetit shqiptar, po themi. Ti thua diplomaci, unë i them pirueta, sa ai punoi për shtetin shqiptar, punon për veten e vet. Në rregull, mirë. Pastaj i ikën nga gjithë këta, shkon te Bibi Netanyahu. Pra, ky njeri Shqipërinë e shet pa pikën e problemit fare për hallin nëse ka në hall vet. Dhe kur
para të kohësh e kam krahasuar historikisht Edi Ramën me Esat Pashtoptanin, nuk e kam bërë kot. Edhe Esat Pashtoptani njihet në librat historik, pra sa unë kam lexuar, si personi më narcizist që ka njohur shteti shqiptar, dilte para pasyre dhe thosë sa burri i mirë që jam unë, ndërkohë që nuk rezulton të dinte shkrim me këndim, sepse nuk ka asnjë shkresë zyrtar, dhe në të njëjtën kohë ishte personi i cili mbante në gjoksin e tij dekoratat më s'ka pas njeri më dekoruar shqiptar se sa Esat Pashtoptani. Edhe ai ishte identik si puna e Edi Ramës. E shiste Shqipërinë për çdo gjë. Për gjën më të vockël. Vetëm që ai ishte personi që e njihte bota, që e donte bota. Identik është dhe Edi Rama. Kështu që në rastin konkret, Edi Rama nuk po them që i ka punë pisk me ata të Brukselit. Se ata, Europa është një institucion super burokratik. Dhe si e tillë, as edhe njëherë them unë nuk e kanë nxjerrë qimen nga qulli. Sidomos këta europianistët ta që drejtojnë tani Europën, ose në 5-6 vitet e fundit, se ka ndryshuar dhe Europa, andi. Nuk është më Europa e François Mitterrandi dhe Helmut Kohlit, apo e Silvio Berlusconit. Për keq. Ashtu. Ka ndryshuar për keq. Është Europa e Romana Vlautinit, e Marta Kosit, e Miroslav Lajçak, Miroslav Lajçak e Pshtein. Ashtu pra, kjo është Europa, që ta kuptojnë domethënë fatkeqësisht është kjo. Dhe këta ambasadorët që të paktën vinë këtu në Shqipëri, nëse realisht të kishin pasur jo hallin, por si të thuash, të kishin si tangent mbrojtjen e kësaj që sapo programuan, pra të drejtësisë shqiptare, ne duhet ta kishin bërë një presion pozitivist edhe përpara se të votoheshin në parlamentin. E kemi pasur për Tharama këtë përplasje. Po përplasjen e kam pasur, po duhet ta kishin bërë nga mbështypjen, ë? Duhet ta kishin bërë publike. Në momentin kur ti e bën publik presionin pozitivist ndaj, atëherë është ka vlerë. Ti mund të ta takosh mirë Brukseli zyrtar, po themi. SBA-ja shumë e tërhequr në ardhe shoh, domethënë nuk po e kuptoj dot, dhe si qytetar. Nëse ti do ishe kandidat për Bashkinë e Tiranës, do bëje fushat në Tiranë apo do shkohesh në Zallher për të bërë fushat? Po në Tiranë, po have në Zallher, po në Tiranë. Po në Tiranë ti ke 200.000, kurse në Zallher ke 200 persona. Edhe SBA-ja i nderuar Andi, kur shikon domethënë që këtu në Europë është një vend që quhet Shqipëri dhe ka 1,5 milion banor, I don't give a shit. Pra është çështje, pra këtë Macron shifje në mikro dhe anasjetas. Unë kam ke koncepti interesit geostrategjik të Shqipërisë. Ka pas interes nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, po ta kujtosh para dje për shembull kishte ardhur një çupulin nga Athina, ambasadoresh, në orën 12 natës, 11 ku ishte dhe kishte takuar Edi Ramën, ja që ka pasur dhe për Edi Ramën. Dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës një lloj interesi, vlerësimi. Tani pse kishte ardhur ajo me taka 20 dhe me minifund dhe në orën 10 darkës. Po të nesërmin, ditën e nesërme, pasaj u detyrua në daljen e parë publike ministri i ri i infrastrukturës doli dhe gënjeu shqiptarët. Tha që fituesi i tendrit të Porto Romanos u tërhoq. E kemi çështjen e radhës. Faktikisht, e kemi çështjen e radhës. Jo. Po dakord që kemi çështjen e radhës, po shikoj ka një lidhje këta. Pra domethënë që në Shqipëri nuk ka ambasador, po të vjen një ambasador i Shtetit Bashkuar të Amerikës nga një vend. Dhe ti thot dy fjalë, me dashamirësi. Po mund ta bëjnë dhe Nancy Van Horn, ajo është evakuar me punë. Jo, po nuk e di, varet, shiko. Sa vëm se ambasadorja e Shtetit Bashkuar në Athinë, pavarësisht të veshjeve etikës të vizitës zyrtare, po ata e ka quajtur vizitë jo zyrtare sepse ka ardhur natën kështu me drita të fikura. Po një fjalë besoj që ka thënë fakti që Rama një ditë më parë tha që ne nuk pyesim gjermanët, italianët, ballistët, amerikanët për tendrat në Shqipëri dhe për infrastrukturën e korridorit 8 nuk pyesim askënd. Çuditërisht nga gjel nesit gdhiu pul edhe tha që u tërhoq dhe u anullua tendri. Pra që ka të thotë që shiko, Rama nuk është nga ata cuba që merr pushkën edhe del për gjarë në mal. Ai shtrihet barkas të ndaj të mëdhenjve dhe mos mendojmë ndryshën sepse deklarata e Gjermanisë nuk ishte thjesht një informacion për Edi Ramën dhe për kërcënim për integrimin BE. Ai ishte një kërcënim, ishte një mesazh edhe për Marta Kos. Ishte një mesazh edhe për institucionet e tjera të Bashkimit Evropian.
që Çfarë do të thotë kjo, Princi, që një moment do na vështirësojnë rrugëtimin drejt BE-s? absolutisht po. Edi Rama kartën, atë pasaportën që ka tundur gjatë fushatës, nuk e merr më dot në dorë,